Dhoma e përfaqësuesve e SBA-s miratoi dje një rezolut mbi kompetencat e luftës e cila synon të detyrojë presidentin Donald Trump të tërheqë forcat amerikane nga çdo përfshirje ushtarake kundër Iranit, duke rritur presionin politik ndaj kreut të Shtëpisë së Bardhë. Rezoluta përcakton se çdo veprim ushtarak kundër Iranit duhet të autorizohet nga Kongresi ose të shoqërohet me një shpallje formale lufte. Përjashtim bën operacionet e nevojshme për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose të aleatëve të tyre, nga sulme të afërta dhe të pashmangshme. Masa u miratua me 215 vota pro dhe 208 kundër, pasi 4 ligjvënës republikan ju bashkuan demokratëve për të siguruar kalimin e rezolutës. Megjithse rezoluta nuk sjell pasoja të menjëhershme për politikën amerikane ndaj Iranit, ajo pasqyron rritjen e presionit politik ndaj Trump, veçanërisht në prag të zgjedhjeve të mesmandatit për Kongresin, që pritet të mbahen pas 5 muajsh. Një numër gjithnjë më i madh republikanësh po shprehin publikisht kundërshtimin ndaj strategjisë së presidentit Trump për luftën me Iranin. Aktualisht është në fuqi një armpushim në konfliktin mes SBA-s dhe Iranit, ndërsa po zhvillohen negociata për një marrëveshje kornizë që do t'i jepte fund përplasjes. Megjithatë, të dyja palët kanë shkëmbyer sulme edhe gjatë ditëve të fundit. Rezoluta duhet të miratohet edhe nga Senati, dhoma tjetër e Kongresit. Edhe nëse kalon aty, presidenti ka të drejtën e vetos. Për të rrëzuar një veto presidenciale nevojitet një shumicë prej 2/3 në të dyja dhomat, një skenar që konsiderohet pak i mundshëm. Rreth 2 javë më parë, edhe Senati Amerikan votoi forcimin e mbikëqyrjes së veprimeve ushtarake ndaj Iranit, me mbështetjen e 4 senatorëve republikanë që dolën kundër qëndrimit zyrtar të partisë së tyre.